S'ka korrupsion në qeverisjen e vendosjes. Për ju është e pa imagjinueshme, e kuptoj. Ky vjen e luan rolin edhe gjyqtarit dhe të prokurorit. Derisa kemi akt akuza zyrtare të ngritura. Nuk po më intereson për me fol për këta persona, për fenomenin. Çka mendon për korrupsionin e Martin Berishajt, e Nagib Krasniqit, e Rozeta Hajdarit dhe të vjedhjes energjisë. Kjo po më intereson, edhe ju kisha lut kolegëve veç me ndëgju. S'ka korrupsion në qeverisjen e vendosjes. Për ju është e pa imagjinueshme, e kuptoj, sepse ju jeni në struktura ku korrupsioni është sistematik, është rregull. Ju e shihni pozitën publike. Them jo, se kam për ju, po edhe për partitë e kolegëve, edhe mund mos për juve individualisht, po flasim për mendsinë politike të partive që përfaqësoni. Do të thonë, qeverisjet e shkuara e kanë parë pozitën publike si mundësi për vete, për me shtu pasuninë, për me ashtu familjes pasuninë, për me përfitu nga kontratat, për me përfitu nga licencat, për me përfitu nga privatizimit. Ne shohim ndryshe qeverisjen. A pe kupton? Fenomenin Fenomenin. Vetëm pak veç për kokën e juaj edhe në propagandë. Veç në propagandë veç korrupsion. Do jam pozitiv. Artoni po pret. Ka korrupsion në qeverisjen e Adnan, faleminderit. Ne do ta luftojmë edhe korrupsionin në qeverisjen. 30 sekonda, mos i ndërhyni. Artoni, replika jote. Kjo është mendësia këtyre që duhen të bëjnë drejtësi. Ky vjen e luan rolin edhe gjyqtarit dhe të prokurorit. Ky tregon s'ka korrupsion, derisa kemi akt akuza zyrtare të ngritura. Ka procese gjyqësore të filluara që janë duke ndodhur, edhe ky prapë luan rolin e gjyqtarit dhe të prokurorit, s'ka korrupsion qeverisja vetë vendosur. Çysh mundesh me këtë mendsi? Çysh mundesh me këtë mendsi ti? Me bo ti. Unë po flas me dokumenta zyrtare. Ki akt akuz ndaj Rozetës. Ki akt akuz ndaj Nagib Krasniqit. Janë procese gjyqësore të zhvilluar dhe ti deli mbrojt. Është marrë me dalë me mbrojt. Edhe kthesh mbrapa. Na fal. Po nuk shkonin në